Amfiteatri Antik i Durrësit u kthye mbrëmjen e kaluar në një skenë të artit fotografik dhe muzikës me aktivitetin mbyllës të ekspozitës Glance of It, zgjuarto laterale të fotografit italian Fabrizio Lojacono. Gjatë muajit shtator, fotografi ekspozoi në hamamin mesjetar 16 foto abstrakte që shpalosin bukurinë e objekteve të zakonshme të metalta kryesisht përmes një këndvështrimi të ri ndryshe. Instikti është në themel të punës time kreative. Është zjarri që ndes çdo imazh. Jam i vlerësuar nga moria e turistëve dhe qytetarëve durrsak që e kanë ndjekur ekspozitën. Autori i ekspozitës u shprehej emocionuar nga mikpritja dhe vëmendja që publiku vendas i kushtoi punës së tij, duke thënë se së shpejti do të kthehet me një tjetër projekt. Fotografitë e ekspozuara në amfiteatr u shoqëruan edhe me tingujt e violinës së Olen Cezarit, i cili nuk nguroi të ngrinte shqetësimin për gjendjen e monumentit historik. Kemi një perlë këtu në Durrës dhe nuk dim ta shfrytëzojmë. Kjo perla është ai magneti që thret gjithë turistat. Por nëse kjo gjëja këtu është akoma si unë kur kam linë kam pa kështu, kur baba im gërmonte këtu me kom zeqe me tjerët, edhe kështu si kemi lënë ka ngelur, nuk është se po shoh ndonjë ndryshim. Andaj nga fillimi pas sa ndryshime. Ekspozita bashkoi fotografinë dhe muzikën, duke sjellë një përjetim ndryshe për publikun durrsak dhe atë italian në një nga monumentet më të rëndësishme të qytetit bregdetar.